Njerëzit mendojnë se unë nuk punoj, por sot do të marrë veten në një ditë pune. Ditët e emisionit gjithmonë nisin me stilimin e flokëve, prandaj kjo ishte gjëja e parë që bëra në mëngjes. Pas flokëve shkova për brunch me vajzat, sepse shoqja ime Fiori, e cila ka bërë një sketch, kishte organizuar Valentine's Day. Carrot toast, hummus, selino, karota, matcha dhe këto kartat e bukura me pyetje për të gjitha shoqet për të njohur më shumë me njëra tjetrën. Me ëmbëlsirave dhe bisedave personale u dhurua shumë dashuri. Një tavolinë me vajza që punojnë shumë me veten e tyre, secila në rrugë dhe faza të ndryshme të jetës. Është kaq e fuqishme të mësosh nga eksperiencat e secilës dhe të njohësh njëra tjetrën më shumë. Pas eventit u ktheva tek make-upi për të përfunduar pamjen time për emisionin. Vendosëm të bënim buzë të kuqe. Elisa është shumë e talentuar. Unë gjithmonë make-upin dhe flokët i bëj te Claudia, the artist hairstylist. U ktheva në shtëpi, përmbledha pak temat e ditës dhe vendosa informacionet kryesore për t'u bazuar. U bëra gati, bëra videon e ditës dhe arrita në emision dhe kjo është pamja për ditën e sotme. Më pëlqen shumë të kem një pamje ndryshe në çdo episod dhe këtë herë vendosa të vishem si trëndafili kuq për Shën Valentinin. Erdhi orari për të nisur emisionin, folëm tema shumë të bukura normalisht. Unë dhe Cako ju urojmë një ditë dhe një mbrëmje shumë të këndshme. Kaq për sot.